الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا رسول الله درهم شوم صلوات والسلام بيغمبر تي محمد صلى الله عليه وسلم familjes, shokëve dhe të gjitha atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me dersin e radhës. Javën e kaluar në sire faktikisht e kemi përmbyll pjesën kur ka filluar ardhja e shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe atë rrethonën e, me thon kushtimisht, hutis ose të paqartësisë edhe të vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me emanetin edhe me çështjet me të cilat po ngarkohet, po pas kësaj, do thot pas një periudhe të pushimit, zbret ajeti i cili faktikisht fillon me obligu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur i thot ja ejuhel muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Kjo është ajeti të mëdhen që kanë ardhur mas ajeteve të Iqras, me të cilën Allahu i Madhërisht e ngarkon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thirr dhe me prediku dhe me përcjell me atë gjë me të cilën po ngarkohet. E kemi përkthy domethënie këtyre ajeteve, kështu që mas këtyre ajeteve fillon, mirë po ka qenë një specifik e kësaj rrethon dhe kësaj situate që Daveti ka qenë i fshehur aty, nuk ka qenë publik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka komunikuar vetëm me njerëzit e afërt që i ka në shoqni, familja e ngushtë dhe shokët e ngushtë. Me këta ka biseduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këta i ka thirrë mas pari. Pra nuk ka dalë me njëherë publikisht me thirrje, po ka fillu me i thirr ata njerëzit më të afërt. Kështu që njeri i parë me të cilën ka komunikuar dhe i ka bë thirrje ka qenë kush? Khatixheja radhiyallahu ta'ala anha, e cila në fakt ishte në rrjedha atyre ngjarjeve me të cilat është ballavaçu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe i kemi përcjell gjitha ato dhe mbrojtjen dhe përkrahjen që ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gruaja e tij Khatixheja. Po tash kur ka ardhur obligimi i thirrjes, atëherë ka qenë kjo e para e cila e ka besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka pranu si pejgamber, edhe e ka pasu. Dhe kjo përmendet në libra, vetëm sa për sqarim, në disa transmetime ose në disa libra të sirës thuhet që njeriu i parë i cili ka pranuar Islamin ka qenë Khatixheja. Në disa tjera thuhet Ebu Bekri, në disa thuhet Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, në disa thuhet edhe për Zeidin, po e sakta është se prej grave ka qenë Khatixheja edhe personi i parë në përgjithësi për shkak të familjes që të afërt. Pastaj ka qenë edhe Ebu Bekri, që ka qenë një shok i afërt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili në fakt nuk ka prit një herë ose dy herë, po me një herë e ka pasu. Domthonjë njëjtë sikur se Khatixha, nuk është ndal me thonë po mendohna ose qysh ose me kërku, po kur e ka marrë vesh në çka po e thirr, me një herë e ka pranu. Dhe këto dy gjana, me këta dy persona shumë e rëndësishme me pas parasysh besimtari, për arsye se vërtet Khatixha e ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mas miri. Gruaja e tij, do thotë e ka ditë çdo gjë që mundet me bë një njeri, çdo gjë publike dhe çdo gjë që mundet me pas të fshet në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fakt tash ne e dim që gratë mas shumë të i din ato mangësit e burrave tyne, edhe e kundërta. Edhe burri mundet me i ditë mangësit për arsye se bashkjeton edhe jetën e kanë vazhdimisht në kontakt, kështu që e njeh që shtuhet në gjuhën e popullit si paret e kuqe, e njeh shumë qartë edhe shumë mirë njëri tjetrin. Edhe ato mangësit edhe përparësit. Megjithëse ndoshta të shumë burrat ose të shumë gratë
ka herë ju japin përparësi mangësive, edhe që kusure ka secili. Megjithatë, pse po e përmendin këtë për arsye se Hatixheja me njëherë ka pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka njohur që ky njeri nuk është një njeri i zakonshëm, nuk është një njeri i rëndom, nuk është një njeri i thjeshtë, nuk është një njeri që veç ju ka tek me bë këtë thirrje edhe tash, po e ka ditë pe fillimi që ky pe këtij njeri do të ndodhë diçka. Prandaj edhe kur e ka përkraj ka thonë innaka latasil kalla lan yakhsika Allahu ahada bika abadan. Allahu xhalla wala nuk do të, kur i ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam që nuk po di çka po ndodh me mu, çka është ndodh, është fjala ato fillimet e shpalljes që i ka thonë Hatixha, kur ty Allahu nuk do të poshtroj me të shtime vujt, me diçka, për arsye se ti i ki këto cilësit, ja ka përmend ato cilësit në përgjithësi që aludojnë që vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domthon ky është do thotë një isharet shumë i qartë, shumë i rëndësishëm për me e kuptu vërtetësinë e pejgamberisë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qartë, edhe prandaj nuk ka hezitu fare, me njëherë ka pasu kur ja ka shpalos. Përsa ta edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ma da'autu ahadan ila al-islami illa kanat 'indahu kabwa wa taraddud wa nadhar illa Aba Bakrin ma akama hina da'autuhu wa la taraddada fihi. Po thot nuk e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot për Ebu Bekr, nuk njeh thot asnjë njeri i cili të cilin kur e kum thirr në islam nuk onol pak në vetveten e tij me menu çka po domon një far jo dyshim asesi, po një lloj përqendrimi çka domon për këtë vendim që ka me marr në pranimin islamit. Po nuk ka ndodhur përveç Ebu Bekrit. Asnjë qast, po as nuk ka menu, as nuk ka thonë pret ose qysh, me njëherë e ka pranu atë që me cilën e kom thirr. Edhe kjo është do thot një isharet shumë i rëndësishëm edhe shumë i domosdoshëm e ditë besimtari që Ebu Bekri ka njohur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë qartë, edhe ka ditë që nuk është një njeri i thjeshtë, nuk është një njeri i zakonshëm, prandaj edhe me njëherë e ka pasu në atë që ka thirr. Pastaj pe dy kalun, i treti është kush? Aliu radiallahu ta'ala anhu, i cili faktikisht ka qenë në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë fëmijë, thuhet se i ka pas 10 vjet. Në çet kohë kur e ka pranuar Islamin, i ka pas 10 vjet, ka qenë mosh 10 vjet, njeri mundet me ka shumë fëmijë, po mundet me qenë edhe shumë i pjekun. E dim edhe qartë edhe në jetën tonë të përditshme, kemi do thotë rrethana dhe situata që 10 vjeçar mundet me qenë shumë i pjekun, po mundet me qenë edhe shumë fëmijë. Po për Aliun radiallahu ta'ala anhu thuhet se ka qenë shumë i pjekun, prandaj edhe është prej atyre që e ka pranuar Islamin, që ka jetuar edhe ka jetuar në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Neve kemi treguar se si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si respekt ndaj kujt Ebu Talibit, agjes tij, i cili ka pas shumë fëmijë, ja ka marr Aliun me në shtëpinë e tij për shkak se m'ia letu kallaballëkun që ka pas Ebu Talibi në shtëpinë e tij, ashtu që ka marrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Ebu Talibi atëherë kur i vdes kush gjyshi, edhe e ka shiku, e ka është kujdes për të sikurse fëmijët e tij. Edhe kështu e ka bërë edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Faktikisht kjo ka qenë traditë tek arab. Nëse ka pas një familje shumë fëmijë, ndoshta në të kaluamën edhe te na ka qenë. Unë një do thotë raste dhe situata, jo që e ka marrë ka bë fëmijë, se kjo është do thotë meselë tjetër, që adaptimi që si ka kallëzuar kjo është do thotë një meselë që e kemi sqaruar te Zeidi që ka ndodhur, po kur ka pas shumë kallabllak, edhe nëse një familje ka qenë më pak, ka shku ka nejt e ta, ndoshta ka fjet e ta, ka hongër e ta, e ka ditë që nuk është shtëpia e tina, po për shkak të kallabllëkut do thotë është vendos, ndoshta e ka pas një të afërm djalën e miqjes apo dikun që ka orrit me të se edhe kanë jetuar së bashku. E kështu ka ndodhur edhe te na të kaluamën, po te arabët ka qenë shumë e njohur kjo. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë formë e ka rrit Aliun radiallahu ta'ala anhu në shtëpinë e tij. Pastaj prej tyre ka qenë edhe Zeid ibn Haritha, për cilën kemi shpjeguar shumë qartë që
ka qenë personi i cili faktikisht ka qenë i robrum pa të drejtë, kuptohet, ka qenë arab i robrum pa të drejtë. Mirë po Khatijja ka qenë tek Khatijja e kishte ble Khatijja në treg, edhe pas martesës ja ka dhënë dhurat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dini historinë e kemi përmend para disa kohë, liron prej robrisë, edhe në fillimisht e konsideron do thotë si djalë të vetin, edhe për shkak se Zedi heq dorë prej familjes tij për menet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është do thotë edhe për atyre personave që i kanë pranuar Islamin. Pra për këto të katërtit thuhet që njëri prej tyre ka qenë i pari, edhe afërsia apo afrimi më i drejtë që transmetohet se e ka thonë Ebu Hanifja edhe prej dietarëve të ndryshëm, që e saktë është që kanë thonë prej grave ka qenë Khatijja, prej burrave ka qenë Ebu Bekri, prej fëmijëve ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, edhe prej robërve të liruar ka qenë ky Zeid ibn Haritha. Edhe kjo është do thotë afrimi edhe shpjegimi më i qartë në këto transmetime në të cilat përmendet se kush ka qenë i pari që i ka pranuar Islamin prej muslimanëve në përgjithësi. Pas këtyre vjen kush? Bilali radiallahu ta'ala. Dhe Bilali është prej të parëve që i ka pranuar Islamin, dhe e dim situatën edhe rrethanën e tij se qysh i ka bë zullum, nën kuptohet që një kohë Bilali ka ndajt fshehur e ka bë musliman si rob, po nuk i ka kallëzu zotnisë vetë që është po musliman, derisa ai e ka kuptu. Kështu që ai ka pranuar Islamin më herët, jo atë ditë kur i ka pas zullum Umej ibn Khalaf, domthonjë që ja ka qit gurin, ai është kur e ka marrë vesh që e ka pranuar Islamin, atëherë ka nisë mi po zullum. Kurse Bilali qartë e ka pranuar Islamin më herët. Edhe e ka obo musliman më herët, po e ka marrë Islamin fshehur azi, sikurse shumica e muslimanëve në fillim. Dhe këta ishin të parë. Gjithashtu pe të parëve kanë qenë edhe fëmijët apo vajzat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka transmetim që kur Khatijja radiallahu ta'ala e ka pranuar Islamin, së bashku me ta e kanë pranuar edhe vajzat e Khatijës ose vajzat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat në fakt kanë qenë të martuar tre prej tyre, kanë qenë të martuar edhe e kanë pranuar Islamin në përgjithësi. Kjo është, me thonë, grupi i parë atyre njerëzve të cilët e kanë pranuar Islamin prej muslimanëve. Pastaj fillon një grup i dytë dhe e veçanta e grupit të dytë është çka? Është fakti që shumica e tyre e kanë pranuar Islamin nëpërmjet Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo është do thotë një nga përparësitë e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu është se vërtet e kanë pranuar Islamin njerëz të parë, po çka është e veçanta e kësaj, që vërtet kanë qenë njerëz që në historinë islame përmenden që kanë qenë personalitete shumë të veçantë edhe shumë të njohur që kanë bë punë të mëdha. Prej tyre ka qenë kush? Uthman ibn Affani e ka pranuar Islamin nëpërmjet Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Pastaj prej tyre është Zubair ibn al-Awam ibn Khuwailid, edhe ky është një prej sahabeve shumë të vjetër, njohur, edhe konsiderohet do thotë prej ma të vlefshmëve prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre është Abdurrahman ibn Auf, edhe ky është prej muslimanëve shumë të njohur. Pastaj prej tyre është edhe Talha ibn Ubaidillah, edhe ky është prej muslimanëve të njohur. Pra këta janë ato të parë që e kanë pranuar Islamin nëpërmjet Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Edhe neve dim edhe atë që ka shpjeguar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kush e drejton ose e mëson dikon për një send të mirë, bëhet sebeb me mësu dikon për një send të mirë, edhe ai person e vepron atë, ky personi që e ka mësuar ka shpërblimin e çasaj vepre, duke mos i mangësu atij nga ajo vepër. Me një fjalë, nëse ti bash sebeb dikujt ja mëson po e zon thjesht vlerën edhe faljen e namazit duha. Dhe ja ka thënë hadithin që ka thonë pejgamberi sa i vlefshëm sene, ai nuk e ka ditë. Edhe thotë vallahi se kum di që është ashtu, edhe ja nis me fal. Tash çdo herë që ta fal ai çat namaz duhas, ty të shkruhet sikur më fal.
domthon çat namaz. Shpërblim sikur më fal. Çdo vepër, jo vetëm unë më përmenda duhan, mundën me kon agjerim, mundën me kon diçka tjetër, sadaka e kështu me radhë, çdo vepër që ti bash sebeb me mësu dikon, edhe ajo ndodh, domthon e kish shpërblimin që të arrin ty. E tash paramendo Ebu Bekri, këta njerëz u bë sebeb me shtin islam, me u bë musliman. Këta njerëz do thotë janë njerëz të cilët faktikisht edhe janë të përgëzuar me xhennet, që e kanë garantuar xhenetin para se me vdek, si rezultati i veprave dhe punëve të cilat i kanë bë, sebeb në këto ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, që faktikisht krejt shpërblimet edhe vepra që i kanë bë këta njerëz në jetën e tyre, krejt i ngarkohen edhe Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, njëjtë sikur ata, sikur me i vepru vetë. Dhe këtu vrim se sa e vlefshme edhe sa e rëndësishme është mas pari më bë sebeb për tjerë, po njëjtin kohë edhe e kuptojmë vlerën edhe rëndësinë e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu në Islam. Prandaj edhe te ehli sunneti përmendin që vërtet njeriu më i mirë, më i vlefshëm mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kush? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, për shkak që saj vepre edhe vepre të tjera të shumta të cilat i ka vepruar në së bashku me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka ardhur do thot edhe një gjeneratë e dytë apo një grup i dytë i atyre që apo i tretë që e kanë pranuar Islamin, që faktikisht edhe këta konsiderohen do thot prej muslimanëve me më të dalluar edhe më të vlefshëm edhe më të mirë. Prej tyre ka qenë edhe Arqam ibn Arqam, që është sahabi i cili e ka pas një shtëpi në Mekë afër Safas. Ta që në në Mekë e din do thot ku Safaja, megjithëse tash duket shumë gat domon pe xhamis, po kjo është do thot si shkak do thot i rritjes së xhamis. Për arsye se me pas parasysh tash Mekë janë përgjithësi në atë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë që ajo faktikisht nuk ka qenë edhe sa është i madh haremi. Domthon ka qenë edhe më i vogël, edhe këtë kodra. Neve tash kur kena qenë në numre e kemi shpjeguar se disa kodra veç janë largu, a faktikisht kanë qenë aty s'ka pas banim, edhe tash janë bë hotele, janë bë do thotë ndërtime të ndryshme si rezultat i zgjerimit të atij vendi. Mirë po, Mekja në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë Qabeja ku është, nuk ka pas ashtu për me bë tavaf aq e madhe që është do thonë që i nxen do thotë qindra mijë njerëz, me miliona i nxen do thotë në atë vend në përgjithësi, nuk ka pas aq shumë ashtu nuk ka qenë e vogël shtëpia edhe për rreth tij kanë banuar njerëz. Për çata dhe kemi përmend arsyeja e rindërtimit të Qabes ka qenë çka? Ka qenë për shkak se njerëzit që i kanë pas shtëpiat duke zil një grua aty afër Qabes për shtëpi vete, ka ondez një zjarm edhe çaj zjarmi ka rrok edhe atë mbulojën e Qabes që ka pas në Mekë, domthon në Qabe, edhe ka pas dru edhe o djeg një pjesë e Qabes. Edhe si rezultati i asaj edhe është bërë renovime. Këtë e kemi përmend. Pra kanë qenë shumë të afërta shtëpiat. Nuk kanë qenë sikur tash në kuptimin e gjan, edhe Safaja ka qenë shumë larg. Domthon në krahasim me banorët e Mekës në përgjithësi. Ky Arqam e ka pas shtëpinë prej atyre njerëzve që e kanë pranuar Islamin, ka pas shtëpinë shumë afër Safas, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka mbledh sahabët apo qita njerëzit e parë që i kanë pranuar Islamin, fshehur azi janë mbledh në këtë shtëpi. Edhe aty i kanë mësuar çdo ajet që ka zbrit, aty ja u ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë mësuar përmendsh edhe kanë filluar me zbatuar jetën e tyre të përditshme. Dhe kjo ka qenë veçantia e kësaj. Prej të parëve që kanë pranuar Islamin është edhe Suhejb ar-Rumi, thonë, ka qenë Suhejbi ka qenë një nga sahabët e njohur, i kanë thonë domthon është atribusi është i romakëve për faktin se ka qenë rob në Mekë. Po ajo që ka dihet për Suhejbin është se ai si njeri domthon apo nuk ka qenë romak, po ka qenë arab
qysh me thonë, i vjedhun nga romakët edhe e kanë robnu në Rom, domthon tek romakët. Pastaj dikush e ka bler në Mekë edhe ka pru në Mekë. Edhe e kanë quajtur Suhejb Rumi për shkak edhe dialektit kur ka fol, do nuk ka fol arabishtën e qartë, domthon është dalluar që nuk është e fol çu duhet. Për këtë shkak edhe i kanë thonë Suhejb Rumi, domthon Suhejb Romaku, jo pse ka pas prej ardhën për romakëve, po është rrit atje dhe kur ka ardhur në Mekë e ka fol arabishtën, po është njohur domthon që s'pe fol ashtu bashkë çu folin do thot arabët në përgjithësi. Edhe ky është prej atyre të parëve që e ka pranu islamin edhe është bërë musliman, edhe prej ngjarjeve në këtë kohë që ka ndodhur edhe që ja vlen me përmend krahas asaj që ka qenë shtëpia e Arqam ibn Abil Arqam, ai vendi ku janë tubu musliman, pejgamber Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, megjithëse ka qenë, ne dim, ka qenë një njeri i qetë, ka qenë një njeri i butë, shumë ka qenë entuziast për me përcjell këtë islam tek gjeneratat edhe njerëzit të tjerë në përgjithësi. Prandaj gjithmonë insistonte me dalë apo dalë me i thirrë të tjerë. Do thotë kërkonte leje pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me e bë thirrjen publike. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e lejonte edhe thoshte që ende është herët. Ende është herët duhesh me edhe jena pak edhe nuk kemi mundësi me mujnë do thot me na kundërshtu edhe me na shfaros që aty për që aty. Prandaj e ndalën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke thonë kështu me një rast kanë dalë së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Qabe, afër Qabes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri edhe disa prej këtyre muslimanëve, edhe Abu Bekri ngritet edhe man një fjalim. Edhe u atërhek vrejtjen për ato adhurime edhe për ato besimet kota që i kanë banorët e Mekës. Edhe aq bëhet e madhe ajo punë, edhe e sulmojnë Ebu Bekrin me gjitha forma që i kanë në dispozicion. Edhe thuhet që e rrëzojnë Ebu Bekrin, edhe e sulmojnë me kame, me shkelma, me çka kanë pas, sa që i bjet fikt Ebu Bekrit. Edhe ka qenë një situatë shumë e vështirë, edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe për Ebu Bekrin, edhe baba e Ebu Bekrit, ne dim se arabët në atë kohë posaçërisht, edhe pse ndoshta nuk ju pajtu me fëmijët e tyre, e kanë pas një lloj përkraje që nëse ndodh dikush me ngrit dorë ose me sulmu ose me mbrojt. Edhe për Ebu Bekrin, Ebu Kuhafe ka qenë baba i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala, nuk ka qenë musliman, po ndoshta edhe se ka ditë që Ebu Bekri është musliman, ndoshta nuk e ka ditë, edhe kur e ka kuptu edhe e ka një që disa banorë të Mekës e kanë sulmu djalin e vet, shumë u nervozu, edhe shumë është i dhnu, edhe ka thonë nëse i ndodh diçka, unë ku me vra çat personin i cili ma ka sulmu djalin me emër mbi emër, që ka qenë do thot një person që ka qenë djali i një personaliteti në Mekë. Edhe i ka kërcënu edhe krejt janë friksu që se ende nuk kthjellej Ebu Bekri radiallahu, e kanë qunë shpe edhe ka qëndru një kohë nuk kthjellej. Për shkak të thot aty në zullumit edhe rrahjes që ja patën bë. Po fatmirësisht mas një kohë ai kthjellet. Edhe janë nisë mu shëru, mi kalu ato, edhe kur e shohin, gjëja e parë që pyet Ebu Bekri nuk ka qenë për kur gjoheq vetëm se ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë pyetja. Edhe ata e injorojnë të leba, çka po vetë për të këqyr veten tonë qyre që e bë, do thotë e injorojnë edhe nuk e bojnë sa për këtë pyetje që ja bojnë. Derisa Ebu Bekri vetmohet me nanën e tij. Nanën e tij edhe i afrohet qysh i rrin evladit nana ngat, edhe mërzitet kur e shet në atë gjendje, edhe i thot o nana eme, thot nëse don unë mu rahatu edhe me konë i qetë, edhe me konë do thotë mirë, atëherë dush me mësjell lajme prej Muhammedit, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ky i thotë çka pi jep zor, do thotë ai është në familjen e vet, Zoti e din ku është, çka po mirë është me ta.
Edhe I thot, nëse do me ma bani të mirë, thot ti me shku direkt atje, ka mundësi se gjon, po thot shko tek një grua që ishte e afërme edhe kishte pranu Islamin, mirë po fshehur aze edhe pyete atë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo gruaja ishte Gjemil bint Khattab. Ka qenë Gjemil bint Khattab ka qenë çika e Omerit radiallahu ta'ala anhu, Gjemil, edhe kjo kishte pranu Islamin, po e monte fshehur azi, nuk sikur shumica dërmuese e njerëzve. Edhe thot shko pyete këta se kjo e din ku është, edhe çka është puna e tij. Edhe nana e Abu Bekrit, si rahmet për djalin e vet, si më ia bëçë të mirë, jo që donte ose e kishte ndaj dert për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shkon te gruaja dhe I thot çështu ku është Muhamedi dhe çai ka punë. Ajo Gjemil të friksohet. Thot kjo po më vetë, thot as unë kërkon se nja. Thot s'di kur gjë, thot për këtë punë. Thot pse, thot çështu e Abu Bekri po vet. Thot hajde çëm te ai edhe shkojnë te Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe hyn kjo gruaja, edhe pyet për shëndetin, edhe kur e pyet ku është, çka është puna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëra ajo s'pranon me fol duke qenë prezant nana e Abu Bekrit. Për shkak të frikës se mos po tregon, edhe Abu Bekri thot mos ki gale se ajo nuk fol, është nana em nuk fol, edhe domthon ki besën ta. Atëherë I tregon që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot është mirë, është në shtëpinë Arqam ibn Abil Arqam, nuk ka do thot ndonjë të keqe, edhe rahatau. Atëherë Abu Bekri thot ndashim u rahatu, do të më shkuën me pa. Çashtu që shokon do thot I smut, e kapin edhe e çojnë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur e sheh atëherë qetësohet Abu Bekri për shkak se është friksu se mos I ka ndodhur edhe atij ndonjë sulm gjatë asaj rrethane, mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë I mbrojtur edhe nuk është sulmu, po faktikisht Abu Bekri ka qenë ai pari që ka fol, edhe ata e kanë sulmu, edhe me të marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë sulmu. Edhe kështu do thotë ka ndodhur situata edhe rrethana. Dhe kjo është do thotë një nga ngjarjet që kanë ndodhur në këtë situatën kur ka qenë thirrja e fshet, dhe gjithashtu prej ngjarjeve tjera ka qenë edhe ajo se kur faktikisht çështu është zhvilluar daveti në këtë kohë, janë mbledh muslimanë fshehurazi, kanë predikuar fshehurazi, I kanë thirrë në Islam vetëm ata njerëz të besueshëm që janë kanë të sigurt, që janë të fjalës edhe që faktikisht do ta pranojnë Islamin, jo njerëz që thonë se pranojnë Islamin dhe me shku me tregu ose jo, domethënë kanë qenë shumë të përgatitur në këtë formë. Edhe ajetet të cilat kanë zbrit që thash pak më herët në shtëpinë e Abil Arqam, ja u ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë mësuar për mesha dhe kanë filluar praktikën e tyre. Dhe kjo ka zgjat deri thuhet prafërsisht 3 vite. Në këtë formë ka thirrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 3 vite që I thuhet, do thotë thirrja e fshehtë apo fshehurazi, që kanë thirrë njerëzit vetëm ata të besueshmit në Islam. Pas kësaj ka zbrit ajeti fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, që në përkthim po thot Allah xhalla wala publiko ose dil hapo tregoja do thot përcjellja me atë që je duke urdhëruar, është fjala shpalljen wa a'rid dhe domthon dil ose ballafaqo me jo besimtarët ose me mushrikët në përgjithësi. Dhe me këtë ajet fillon pra faza e dytë që njerëzit dalin për me thirr publikisht. Dhe kjo sipas shpjegimeve të historianëve thuhet që numri I muslimanëve deri në këtë moment ka qenë parafërsisht 30. Disa kanë thënë 40, po këtu është sill. Domthonë nuk ka qenë numër më I madh që e kanë përcjell apo e kanë pranuar Islamin dhe pastaj kanë filluar me dal publikisht. Gjithashtu edhe ajeti wa anzir ashiratakal aqrabin, dhe thërriti ata njerëzit që janë të afërmit e tu, që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe për këtë shkak I dërguari I Allahut ka shku në një kodër afër Safas, prap te Safaja, edhe I ka thirr të gjithë kurejshitët me ato, ju e dini kurejshitët ka qenë kabile e madhe që nën te ka pas që më thon kushtimin nën kabile të ndryshme,
edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dalë në atë kodër edhe i ka thirrë në rend me emër të familjeve. Familja filanit e kështu me radhë, i ka thirrë me një za shumë të madh, edhe njerëzit janë hutu, s'ka ditë çka po ndodh, edhe këtë kanë filluar me u përgjigj thirrjes së tij, thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe nëse dikush s'ka mujt me dalë për shkak të ndonjë rrethane i smurë kështu me radhë, e ka thënë dikon, ka thonë shko këshyr, çka po bëhet fjalë atje që po na thirrin. Edhe kanë dalë të gjitha këto familje, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka mbledh, atëherë i ka thonë, o ju Kurajshit, nëse unë do t'ju thoja që mas kësaj kodre, po shihni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kodër, banorët e Mekës kanë ardhur afër kodrës, edhe anej tani vazhdon nuk e kam parasysh ka mas andej kodrës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse ju kisha thonë që mas kësaj kodre është një armik shumë i madh që është të synu me sulmu Mekën, a do të më kishit besu? Atëre, ata banorët e Mekës e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e dinë se çfarë njeri është, edhe që nuk ka gënjy fare kur, edhe ka thonë, vallahi ma jarrabna alejka al-kadhib. Vallahi, për Zotin, kur nuk e kena provu rënën dhe gënjeshtën nga ana jote. Kështu që do të besojmë, kur na thush, është, bindemi, e dim që është, se ti nuk na rënë, me konë dikush tjetër, mundet me rënë. Atëherë thot, unë po ju paralajmëroj se jeni para një rreziku të madh nëse vazhdoni kështu siç po vazhdoni në adhurimin e idhujve që keni në dispozicion, domthonë në Mekën e juaj. Kështu ju përgjigjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe hutohen banorët e Mekës, tash qysh mi dhon përgjigjen, edhe ai i cili i përgjigjet ka qenë kush? Axha i tij, Ebu Lehebi, që faktikisht jo vetëm që i përgjigjet, po i ofendon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e nënçmon edhe e poshtron, thotë tabban lek, qofsh i mallkum, a për çet puna na ke bë të lashe, këtë njerëz do thotë kena dal, s'po dim ç'a u bë, na ke hutu ase e ti tash po na kallzon për Allah për kësaj sene që me lan do thotë na fen ton, edhe e ka mallku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe është kthy pastaj edhe njerëzit janë pasush të udhëhecave dhe njerëzve të tyre janë kthyer mas tij, edhe nuk e kanë pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në atë që u kërkonte atyre. Edhe për këtë shkak edhe ka zbrit ajeti apo surja Tabbat Yada, si rezultat i kësaj zbrapsje që ja u ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Lehebi, edhe kjo qasje që e ka pas, po gjithashtu edhe gruaja e Ebu Lehebit ka qenë një grua shumë e keqe, edhe shumë zullumçare, ka pas qef me bajt fjalë, edhe me ngjit, edhe me shpif, edhe me akuzu, posaçërisht në këto rrethana akuzonte dhe shpifte ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht, madje ishte afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shtëpi dhe vendoste ndytësira e therra në rrugë, edhe dilte pastaj kur dilnin njerëzit, dilte te rruga, edhe thashte qyre çam ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ma bllokon rrugën, edhe e akuzonte me akuza që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do t'i bënte, që është zullumçar i keq. Domthonë qyre çfarë të keqe po na e bën. Derisa për këtë shkak edhe ka zbrit ky ajeti i cili faktikisht surja e cila e kërcënon edhe Ebu Lehebin, edhe gruan e tij, që fundi i tyre do të jetë vdekja edhe zjarri i xhehenemit. Masi që zbret kjo sure, është edhe një ndodhin, një ngjarje që ka ndodhur në këtë rrethon, që kur dëgjon gruaja e Ebu Lehebit se ka zbrit edhe përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë grua, me një rast shkon në qabe, edhe thuhet se ka pas një guri në dorën e saj, një guri të madh, edhe Ebu Bekri ka qenë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në qabe, aty afër qabes, edhe thot afrohet kjo gruaja e Ebu Lehebit, edhe i thot këtij Ebu Bekri, thot, o Ebu Bekr, ku e ki atë shokun tën, se me taku
pa jam shu në ftyrë me këtë guri nuk e la, për shkak se kum një që po më përmend për të keq. Edhe aty ishte prezent Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ajo nuk e shihte. Edhe Abu Bekri hutohet, thot qysh po më vet, ai peshe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aty, po ajo rrin një cop, do thot ja thot çato fjalë edhe thot që unë do më fol fjalë të këqija për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më vazhdon rrugën, edhe pastaj Abu Bekri kthehet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguesi çapat kjo, çysh ndodhi. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot Allahu i madhreshëm ja ka humb të pamurit edhe s'm ka pa mua. Edhe m'ka rujt pe sherrit saj. Edhe kështu Allah i madhreshëm e mbronte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në situata dhe rrethana të ndryshme. Pastaj në anën tjetër e kemi shembullin e kujt? Shembullin e Ebu Talibit, axhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithashtu nuk është bën musliman, po i ka dalë mbrojtje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra dy vllazni, Ebu Lehebi, për cilin ndoshta ju kujtohet kur e kemi përmend atje që kur ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është as shumë ishte gëzuar saqë e kishte liru një robresh që ja ka pru myzhde. Ajo robresha e vete që ja ka pru myzhde që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind, do thot Amine ja ka lind, atë shumë o gëzu saqë e ka liru. E ka liru për shkak do thot që ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po në këtë rrethon e shohim çfarë armiqësie edhe qysh e ka ofendonte edhe shante vazhdimisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, axha tjetër Ebu Talibi ka qenë ai i cili gjithashtu nuk e ka pranuar Islamin, megjithatë e shohim se si e ka mbrojt në rrethana dhe në situata të cilat do t'i shpjegojmë në të ardhmen. Ndoshta këtu është edhe rendi me meditu pak rreth këtyre ngjarjeve, edhe vështërsive me të cilat është ballavaçu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe urtësisë pse me hiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë formë. Do thotë mu ballavaçu me këto vështërsi e ofendime, për arsye se për Abu Lehebin prej gjanave të këqija që i ka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte edhe ajo, tregon një njeri i cili ma vonë ka pranuar Islamin, thot me një rast kam qenë thot në një treg okazi, ka qenë një treg i Mekës i njohur. Edhe përmendën në histori kohën e xahiliyetit ka qenë i njohur, thot e kum pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vinte edhe u fliste njerëzve, fjalë të mira, edhe i drejtonte njerëzit në gjëra të mira, edhe i thresë me adhuru Allahun edhe mu largu prej udhujve, e mas ti vinte Ebu Lehebi, një njeri domon personalitet ishte, edhe bënte isharet që mos ja shirin nuk është tamam, ka dalë kejt pe i vetës. Ju thashte njerëzve, edhe e dinin që kjo është do thot një pe i ti. Edhe domon këtë pozit, njerëzit që vinin në treg, me kast edhe ata që ishin jashtë, me njëherë distancoheshin pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si rezultat që axha i vet po thotë që ky s'është tamam, s'është mirë. Domon e ka lënë fen e të parëve edhe ashtu s'po din as vet çka është të fol. Edhe kështu u bëhej sebeb që njerëzit me u largu pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër e shohim Ebu Talibi e ka përkrah edhe pse se ka pranuar. E çka është ajo çësia e meditimit, është pse vallë ka ndodhur ose ku mundet me qenë urtësia e këtyre ndodhive. Për arsye se a ka mujt Allahu i madhreshëm edhe Abu Lehebin, edhe Abu Talibin, edhe ndoshta këtë me kasën mi bë musliman. Ka mujt. Edhe me qenë Islami prajshëm, me thonë, me u përhap në Mekë, edhe me vazhdu tutje. Po çka atëre qasjet e njerëzve në të ardhmen do të ishin që ky e ka bë këtë për pozit, ose për me ngrit fisin e vet, ose për me ngrit familjen e vet, edhe këtu qëndron edhe urtësia e mos përkrahjes së familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në atë me cilën është shpall. Për arsye se po ta përkrahte familja e tij, atëherë do thonin që ky këtë e ka bërë për benefitet familjes vet, edhe për me avancu kurajshitet edhe familjen e vet, edhe me deri tek benefitet e ndryshme me këtë mashtrim. Por Allah xhalla ala ka dashur që me ndodh që të ngjarje që po i përmendëm në këtë formë, edhe në këtë mënyrë, edhe këto vështërsi me u ballavaçu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët, për me fillimisht me u kalit
musliman në islamin e saktë edhe të vërtet, po në anën tjetër gjithashtu edhe me e kuptu që vërtet synimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte as ngritja e kurajshitëve, as familjes, as të afërmëve të vet që asnjë formë nuk e kanë përkra, po faktikisht ka qenë do thot përcjellja e hakut ndaj njerëzve në përgjithësi. Pra këto ishin disa nga ngjarjet të cilat kanë bënë me fillimin e shpalljes. Neve inshallah po ndalemi këtu. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft, me kaq po e përmbyllum.